Ndërkohë, dhe pikërisht këtu desha të lidhem Korab. Çfarë do të thotë mos disponimi i serbëve për të festuar atje, për kthimin e komunave nga lista serbe dhe pastaj në anën tjetër se a ka gjasa të ketë tensioni, përmendi edhe Venhari, se ka premtime nga ata që do t'i kthejnë simbolet, do t'a kthejnë veriun siç ka qenë. Gjasa për të pasur tensione ka, për aq kohë sa ata do të vazhdojnë të jenë lojal ose të shantazhueshëm nga Beogradi. Ne duhet ta theksojmë edhe një gjë tjetër në mendsinë e serbëve të Serbisë. Komuniteti serb në Kosovë janë pak edhe të bullizuar, domethënë nuk konsiderohen ashtu si themi serb shumë të pastër ose shumë luftarak ose të tjera dhe prandaj domethënë nuk janë edhe lehtë të pranueshëm në Serbi. E kujtojmë procesin e kolonizimit të Kosovës, domethënë kur janë larguar qoftë nga vende tjera, domethënë jashtë Serbisë, kanë ardhur në Kosovë e nuk janë vendosur dika nëpër territoret e Serbisë për shkak se banorët vendas nuk i kanë pranuar as lehtë edhe pse janë komuniteti i tyre. E dyta, pse nuk ka pasur fest nuk ka pasur sepse nuk realisht është pritur fitoria e tyre në kuptimin e numrave. Kosova ka bërë një gabim 25 vjet rresht duke e zgjedhur gjithmonë ministrin për komunitete nga ministrin për kthim, domethënë nga komuniteti serb dhe rezultati ka qenë te Atilla që asnjë shqiptar ose shumë pak shqiptar janë kthyer në veri, ku në vitin 2001 domethënë janë larguar me dhunë mbi 11.000 shqiptar dhe për këtë arsye kemi edhe rezultatin e zgjedhjeve domethënë në Mitrovic ku fiton ai komunitet që e ka numrin e banorëve më të mëdhenj. Nuk ka arsye shumë të madhe për fitore për shkak se sovraniteti i vendit është i shtrirë. Gjithçka që ata mund të bëjnë është e tipit çfarë mund të bëjnë shqiptarët në Preshevë. Domethënë shqiptarët në Preshevë dhe në komuna tjera, atje mund të qeverisin lokalisht me disa vendime të tyre, por nuk mund ta sfidojnë lehtë sovranitetin e Serbisë në komuna. Prandaj edhe komuniteti serb këtë e di që e ka humbur përgjithmonë atë idenë e tyre për ta shkputur veriun dhe nuk kanë arsye për të festuar. E dyta, këta kur e filluan fushatën, dolën me një banderol kryesore që në serbisht ishte shkruar me vlla Milane. Domethënë duke ju referuar Milan Radojčićit, por prapë, domethënë as kjo nuk i forcoi ose nuk i bëri të atill që të fitonin 97% siç kanë qenë ose mbi 90% siç kanë qenë votat e mëhershme. Dhe a mund të ndikohet për të pasur tensione edhe një herë serbët vet nuk mund të prodhojnë tensione. Tensionet mund të prodhohen në qoftë se vazhdon dhe bëhet më agresive lufta hibride e Rusisë me Serbinë. Më thonë se as Serbia vetëm nuk është aq e fuqishme, domethënë sa mund na bëjë neve destruksione të tilla, por problemi i fuqisë së saj është mbështetja historike edhe ajo që po vazhdon tashmë edhe e Rusisë. Prandaj unë nuk pres që do të ketë tensionet të tipit për të rikthyer domethënë organizatat e tilla për arsye se shteti i Kosovës nuk mundet. Nuk ka asnjë shans as teorike që të tërhiqet nga veriu për të lënë domethënë edhe një herë pushtet organizata terroriste kriminale siç ato kanë qenë brigadat e veriut ose të tjera organizata që kanë vepruar në veri.